Përshëndetje të nderuar miq, takohemi në këto momente ne përsi jemi në episodin e parë për vitin 2026, ka patur shumë zhvillime sa i përket botës së sportit, jo vetëm në futboll, por edhe në sporte të tjera si në motorsport, në lojra me dorë, ndërkohë që aktualisht janë duke u zhvilluar lojrat olimpike dimërore të vitit 2026 në Milano dhe Cortina, ku Shqipëria merr pjesë me 4 sportistë dhe dihet që i tërë synimi për të arritur një rezultat historik, sigurisht që në rast se arrim të marrim diçka të rëndësishme aty do të futemi në histori siç kemi bërë në lojrat olimpike të Parisit, është tek Lara Kolturi, e cila do të garojë në fundjavë në 2 garat e saj, në slalom dhe në slalomin gjigant. Do të jemi bashkë me Arlindin si zakonisht, por jo vetëm, kemi një të ftuar special, një mik tonin i cili kthehet pas sezonit të kaluar. Ledio Ysi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ka ndodhur shumë gjëra gjatë këtij sezon kalendarik, gjëra të bukura, për ne tifozët shpresojmë akoma më të mira. Faleminderit edhe një herë. Nuk e di pse i ke ndarë ngjyrat. Të kuqen pasteje, blun në krahun e majt. Më keni vendosur një çik në siklet, me thon drejtën, sepse Manchester United është një rival i jon në UEFA Champions League, por unë respektoj ftesën dhe kështu që detyrimisht. Arlindi se çka me ty domethënë, se nuk Unë Arlindin e pres në Champions League, me thon drejtën, aty ja jap. E pavetishme, nuk ishte përgatitur. Kjo kushdo që t'ishte do kishte fatin t'ishte pas banner të United, por studio e re, ndryshime. Po kjo është vërtet. Shumë e bukur studio, ju përgëzoj për studion edhe sa më shumë suksese. Ndërkohë Arlind, në këtë periudhë që ne kemi qenë duke u përgatitur për të bërë edhe kalimin nga studio me djegje në studion fizike, një lojtar mbi të gjithë, pra do ta fillojmë Ledio me futbollistët shqiptar, nuk do të flasim për kategorinë superiore të nderuar miq, por do të flasim për lojtarë të cilët janë këtej dhe andej kufirit, Dardan dhe Kuqezin kanë qenë po themi në qendër të vëmendjes. Vedat Muriqi, Arlind, është bërë shënuesi i dytë në La Liga. Ne kemi folur edhe gjatë vitit 2025, ishte një ndër 3 shënuesit më të mirë, por kishte përpara Lewandowskin, ishte Ferran Torres, tashmë është vetëm Kylian Mbappé dhe Vedat Muriqi është një ndër 5 shënuesit më të mirë në 5 kampionatet kryesore në Europë. Po. Gjithmonë ka qenë tipi lojtar që ka tërhequr një model pune, etik dhe model pune, të jashtëzakonshme dhe po të shohësh karrierën e tij nisur edhe këtu në Shqipëri, me hapa të vegjël, por qëndrueshëm, pa një kapërcim të madh, bujshëm dhe është aty ku është tani, thjesht dhe vetëm me meritën e tij. 23 gola Kylian Mbappé, 15 Vedat Muriqi, pastaj kemi Ferran Torresin 12 dhe vazhdojnë ndjekësit ku sigurisht ajo që ose emrat që më pëlqejnë më shumë që janë mbrapa, uroj të jenë kështu deri në fund Ledio. Robert Lewandowski 10, Lamine Yamal 10. Ti jesh i dyti mas Kylian Mbappés, të shnosh 15 gola në La Liga, kjo tregon që Vedat Muriqi ka bëj punë të jashtëzakonshme. E kam ndjekur vazhdimisht edhe në një deklaratë mas ndeshjes të para disa jave, i tha ai komentatori e pyeti domethënë që po ecën mirë në një formë të jashtëzakonshme të tjera, tha nuk jam një lojtar i bukur për tu parë, tha jam një lojtar sakrifikues, tha se me këto këmbë që kam unë, tha nuk mund të luaj futboll shumë mirë, kështu që duhet të përplasem me mbrojtësat me bryla në luftën e ajër, do të fitoj çdo top të mundshëm për të shërbyer skuadrës time dhe kam realizuar mjaft gola, falenderoj shokët e ekipit të tjera, por kjo tregon, shpresoj shumë edhe si shqiptar që Vedat Muriqi të vazhdoj këtë formë të jashtëzakonshme. Të dali gola shnus është përballë Kylian Mbappés, pothuajse është e paimagjinueshme, por pse jo, shpresa desë fundit, unë ja uroj me gjithë shpirt që Vedat Muriqi të shkojë sa më shumë larg përsa i përket numrit golave. Është zbuluar vonë për mendimin tim. Skautërat e kanë zbuluar shumë vonë. Është një njëjta mënyrë pune që ka patur gjatë gjithë jetës së Vedat Muriqi. Kujton Giroud që sakrifikon të jepte gjithçka për ekipin, por nuk shënonte, nuk ishte aq prolifik në port, sa do të ishte një qendërsulmues. Në 2018 është shpallur kampion bote pa shënuar asnjë gol. Zero. Duhet se zero dhe assist. Por ky vetëm ishte në çdo ndeshje në fushë. I duhej. Dhe ky i duhet çdo lloj trajner, por ndryshe nga ai edhe shënon shumë. Ndaj vjen keq që është evidentuar në moshë pak të madhe. Edhe Deschamps ka shpjeguar për sa i përket se kaluam ke Giroud, domethënë që i shërben ekipit. Se e kritikoni vazhdimisht si e mban titullar ke Franca i lojtar që nuk shënon shumë gola, por i shërben ekipit. Edhe Muriqi është një ndër ta që i shërben ekipit. Dhe me gola. Edhe me gola, mbi të gjitha. Përpara ndeshjes Barcelona
Mallorca, Barcelona në Twitter, në rrjetet e saj sociale, por unë në Twitter e kam parë, kishte postuar të dy lojtarët dhe shkruante poshtë Levi versus Vedat. Dhe përgjigja, reply pra i Vedat Muriqit ishte që sulmues që mund të maten me Lewandowskin janë të pakët. Por gjithsesi faleminderit. Pra dhe një natyrë modeste. Është një kompliment shumë i madh të thjesht të krahasoj me Robert Lewandowskin, domethënë kjo tregon se çfarë pune ka bërë Vedat Muriqi deri tani. Thjesht që marrin në thonjza guximin që analistët, gazetarët sportiv e vënë në të njëjtën peshore me Lewandowskin, kjo do të thotë shumë për këtë. Dhe shpresojmë që Vedat Muriqi të vazhdojë të shënojë shumë gola dhe për Majorkën dhe pse jo për kombëtaren e Kosovës. Kombëtaren e Kosovës e bëri mirë kalimin Ledio. Kosova është në play-off për në Kupën e Botës. Dhe lojtari kryesor në një formë sensacionale kam përshtypjen është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhte apo jo. Po duket në formë, shpresoj mos ketë asnjë dëmtim ose mbilodhje, dëmtimi jo, po mbilodhje deri në fund të marsit dhe të jetë në formë, ta ruaj këtë gjendje që ka, në mënyrë që kontribuoj. Besoj se është pika e referimit për mua. Ai është pika e referimit për gjithë ekipin e Kosovës. Ndërkohë një tjetër lojtar shqiptar, i cili i ka bërë, po themi, gjërat mirë në planin e tij personal, sepse vetëm planin personal për momentin ai është, po themi, në formën më të mirë të mundshme, është Anis Mehmeti, një lojtar i cili tek Bristoli ka realizuar gola vërtet spektakolar dhe e ka ndihmuar skuadrën të jetë në zonën e play-offit për një vend në Premier League. Mirë po Ipswich, që është një skuadër e cila luan për të kualifikuar direkt në Premier League, ka shpenzuar disa para dhe e ka marrë në merkaton e janarit. Një futbollist që të gjithë kërkojnë të grumbullohet me përfaqësuesen, por një futbollist që ka bërë shumë mirë ke Bristol City, në fakt, nëse nuk jam gabim, ka shnuar diku ke rreth 8 gola, për sa i përket Bristol City, të ekipit ku ai luante pak më përpara, por një winger, siç e quajnë anglezët, shumë i rrezikshëm në zonën e kundërshtarit dhe Ipswich jo më kot e bleu akoma pa marru në afatin kalimtar diku ke 3 milion pound, 3 milion e gjysmë diçka e tillë. Ditët e fundit dritarës është blerë vendimër me 31 janar. Ka kryer transferimin. Besoj sepse do është një lojtar që Ipswichi do t'i bëjë shumë punë. Jo më kot ata e donin me çdo kusht dhe jo vetëm Ipswichi, por ata ja arritën ta marrin në këtë afat kalimtar të merkatos janarit. Jo vetëm Mehmeti Arlin, por edhe Ernest Muçi me Trabzonsporin është një futbollist i cili po i afrohet kuotës së 10 golave, nëse do të llogarisim asist dhe gola e ka kaluar këtë përfshirjen në më shumë se në 10 apo më shumë gola, duket se kemi dy lojtarë që ashtu si Vedat Muriqi po kalojnë një moment mirë, por në rast se Franco Foda i ka idetë të qarta dhe Muriqin e ka pikë referimi, të dy lojtarët, si Anis Mehmeti dhe Ernest Muçi, janë dy futbollistë që nuk janë as në, po themi në orbitën e Ky diskutim është për herë. Paktën një vit që kemi podcasti për më përpara, është i njëjti diskutim. Po shihja aktivizimin e Mehmetit. 3 ndeshje me kombëtar, nga 23 nga maj deri në qershor, 3 ndeshje i ardhur si zëvendësues. Po flasim pothuajse 3 vite më përpara. Ka bërë shumë mirë në Angli dhe ende nuk kam parë njërë titullar, zëvendësues, i grumbulluar në 10 ndeshje më duket, po zëvendësues. Dhe tani as nuk grumbullohet fare. Po pyes veten, çfarë thuhet? Përmirëso këto gjëra, okay, bëu më pak individualist, gjuaj me të majtën, depërto nga e djathta, ktheu mbrojtje, dhe sapo ti plotësosh të set aftësish, unë ty do të marr kombëtare. Tani, sidomos italianë shkolla futbollit thonë që formacioni fitues nuk ndrohet. Edhe unë nuk jam një nga ata, si më thënë, për krahasim më të mëdhenj Silvinios, edhe pse ka rritur kombëtaren ton, edhe në anën e futbollit, por nëse tek Anis Mehmeti do e kuptoja deri diku, personalisht tek Ernest Muçi nuk e kuptoj. Po flisim për Mehmetin. Ndaj do të lidhet te Muçi. Do të akoma më i bujshëm çfarë ka realizuar 2 vjet e fundit ai, se sa Mehmeti në Angli. Shiko, pa diskutim që duhet provu, por në kraun që luan Mehmeti, le të themi, për mua Arber Hoxha, unë e preferoj para Mehmetit. Unë e kam Edhe Hoxha është futur me vonesë, Po, edhe Hoxha.
Edhe Hoxha. Nëse do flisni për Hoxhën, do të bëjë një diskutim ndryshe nga i Mehmetit. Unë them që Silvinho bashkë me Myrt të Uzunin, që ka bërë shumë mirë, besoj se i ka idete qarta të formacionit kombëtares ton. Dhe unë personalisht thash, absolutisht jam pro grumbullimit me Mehmetit, që duhet provuar më shumë, por mendoj se Silvinho e ka në kokë se kur do jenë Vinger Atane edhe kështu me radhë. Ndërkohë Muçi tek Trabzonspori? Këtu ndaloj pak. Edhe Muçi çfarë do të përmirësoj që të vi? Nuk e di Erlind. Pra, e njëjta pyetje ishte, çfarë udhëzimes, këshillimesh i ka dhënë Silvinho që ti do të përmirësosh këto 2-3 muaj në mënyrë që ti jesh kandidat për të grumbulluar në kombëtar, jo për të luajtur, për të grumbulluar. Para 30 sekondash të thash që Mehmeti i kuptoi, por tek Muçi nuk e kuptoi. Dhe sepse të thuash është fantastik, të paktën këtë sezon është pak për mendimin tim. 9 gola në 17 ndeshje. Bën gola me të majtë, me të djathtë, goditje dënimi, mënyra si ndërton lojën është luan si 10, luan lojtar krau kur ekipi ka nevojë, domethënë fatik tek e nëse nuk e kam gabim, trajneri i Trabzonit, ka fol fjalët më të mira, ka thënë një plus i madh ardhja e tij, domethënë një trajner që ka bërë ndarjen, le të themi, me pjesën tjetër të skuadrës në lavdërim për një lojtar, sepse trajnerët janë të kujdesshëm kur flasin për lojën. I ruajnë ekuilibrat. Dakord kjo pjesa, pjesa që po sikur mos fliste tek e. Para minutë thash që nuk e kuptoj. Silvinho do priste do fliste tek e dhe pas do e konsideron të kandidat. Nuk e kuptoj. Domethënë këtu jam totalisht kundër Silvinhos, sepse është ajo që ti the, çfarë do të bëj Muçi më shumë? Jo, pyetje. Nuk e di, nuk di të t'japi shpjegim, sepse më është dukur jashtëzakonshëm. Të ketë sprint, kërcej më tepër, çfarë jetë me shtang, të kërcej për bench press, çfarë duhet? Nuk e di. Gol me finte ndoshta. Kërcej popullore. Unë kam parë Muçin, e kam ndjekur në ndeshjet e Trabzonsporit. Ndryshe nga Anis Mehmeti, që për qenë sinqert, kemi parë më shumë çfarë nëpër media dhe kemi parë në highlights-e, Muçin e kam parë dhe ndeshjen. Dhe personalisht më ka pëlqyer shumë, edhe me kombëtaren sa është grumbulluar, aq sa ka pasur mundësi. E ka treguar veten, kështu që tek Muçi nuk e kuptoi Silvinho, nuk e kuptoi. Dhe çështja është them unë që nuk është se nuk kemi nevojë për të tillë lojtar, ose për një numër plotësuar si nga e majta dhe nga e djathta. Ke mundësi të ndryshosh taktikën, të rrisësh të ulësh ritmin, të ish me një fantazistë më tepër dhe prap çam lëndon është duket sikur shpesh herë grumbullon lojtar që edhe nuk aktivizon apo nuk janë në formë. Shiko, çdo trajner ka benjaminet e tij. Ka benjaminet e tij, ka lojtarët e tij që quhen lojtar trajneri, zakonisht gjuhën në jargon të futbollit, por për mendimin tim Ernest Muçi është një nga ata lojtar që ti si trajner ke luks. E ke luks sepse ti mund ai të përshtatet në shumë skema. Të po thonim, 10 majtas, djathta, ka goditje. Domethënë është lojtar që jep pasës, lojtar që ka një vizion të jashtëzakonshëm lojë, gjuha me të dyja këmbët, domethënë, sidomos për një ekip si kombëtarja jonë është Muçi është xhevair i madh. Zhevair i madh. Ndërkohë kemi dhe Cristian Aslanin, ë? Më në fund ka gjetur një skuadër të re, Interi e huazoi tek skuadra e Torinos, atje patën pritshmëri të mëdha, por ndrimi i drejtorit sportiv ndryshoi edhe planet e skuadrës që ka si president Urbano Kairon. Dhe Cristian Aslani vetëm në fund, sepse priti gjatë për një skuadër si Bologna, të cilën e refuzoi në merkaton e verës për 300.000 euro. Personalisht zgënjim i madh. Unë jam i zgënjur nga lojtarët e kombëtarës, nga 2 lojtar, nga Armando Broja, i cili kam paspritur shumë herë më shumë se ç'është duke dhënë. Aty kanë patur pritshmëritë më të larta. Aty kanë patur dhe nga Cristian Aslani. Domethënë, unë kam arritur deri në atë pikë, nuk ndryshe mbasën disa kolego, shokë mi që thosha do zëvendësoj Turkun, nuk kam thënë që do zëvendësoj Turkun, flas për Hakan Çalhanoğlu ke Interi, por prisja shumë nga Aslani. Aslani, sikur ka këto vitet e fundit, ka një pikjat në gjykimin tim dhe shpresoj që te Beşiktashi ta marrë veten sa më shpejt, të jetë komod e të luajë sa më shumë. Edhe ndeshja e parë që Boni u fut si zvendësues, as 3 minuta duket që ai nuk është mirë psikologjikisht, sepse nuk mund të bësh një faull të tillë mas 3 minutash dhe dalësh me karton të kuq. Tregon gjendje psikologjike. Fatkeqësi apo ky karton i kuq në debutim? Jo, fatkeqësi është kur ndodhej dëmtim, kur dëmtojnë tjerët, kur s'ke bërë mirë nxemjen. Por që ç'është momenti është, fraksion sekundi mund të reagosh. Po si qoftë ka kaq vite profesionist dhe për më tepër futbollin italian, janë profesionista dhe tifozët. Janë profesionista, veprim. Okej, ja lëm thjesht një moment të keq, por nuk është shenjë e mirë. Kampionati turk e ka kaluar Serie A sa i përket numrit të futbollistëve që vinë në përfaqësuese.
jo vetëm në Super League, por edhe në kategorinë e parë. Tani shqiptarët atje janë të përjafshëm protagonist, qoftë me gola, qoftë me asist. Po mini koloni. Dhe është me sa kam ndjekur, është një kampionat në rritje, ka pas një rritje një ecuri dhe ekipet ka disa, më ka marrë sidomos Galatasaray vit për vit në Champions League, një ekip shumë i vështirë për të mundur. Dhe me sa shoh lojtarët tanë ndjehen komod atje. Nuk e di, mase me gjuhën s'ka të bëhe ky fakt, por janë shumë komod, janë rehat, nuk e di dhe e shprehin veten sa më mirë. Unë uroj shumë që Aslani ta marrë veten, sepse të Torino ishte disaster, si thonë italian, totalmente disastro. Dhe shpresoj që kalimi ke Beşiktaşit, një ekip me emër, një ekip i rënd në futbollin turk, një ekip që ka marrë pjesë në UEFA Champions League shumë herë dhe përfaqësuar denjësisht deri në para disa viteve dhe uroj aq më tepër që aty është dhe Milot Rashica, nëse nuk e kam gabim. Dhe uroj që të kthehen në Champions League sa më shpejt jetë mundur dhe të rritet niveli i lojtarëve të kombëtarës tonë. U largua në verë nga Sivaspori, që shkoi në ligën e parë, shkoi tek Sharjah në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rejmana e ka ulur rrogën në mënyrë drastike vetëm për t'u kthyer tek Sivaspori, që mori një, po themi, një favor nga FIFA, e cila i lejoi i rihapi merkaton skuadrës turke, e cila ka një ndër stadiumet më të bukur, një ndër impjantet më të rëndësishëm në futbollin turk. Po përgatitet edhe për kombëtarë, është vit i jashtëzakonshëm për gjithë kombëtarën, për çdo lojtar, gjykoj dhe thjesht edhe ëndra që mund të shkosh në botror për të parën herë, kabini se ka bërë një sakrificë për të kthyer në një kampionat akoma më kompetitiv, duke sakrifikuar të ardhurat, për të qenë më pranë edhe më në formë, edhe më i gatshëm për kombëtarët. Absolutisht. Rejmana është një lojtar që na duhet apo jo. Unë e shoh në dy kundërshtrime, domethënë, e para e shoh, domethënë, të ulesh kaq drastikisht rrogën, e shoh një gjestë dashurie kundrejt ekipit ku ai ka luajtur dhe tifozëve. Dhe pritën vërtet si heron momentin që mbërriti në aeroport. Si një mini sultan, më thonë. Po, e vërtet. E pritën me flamuj, me broritje, me një thirrje masive. E para kjo dhe e dyta, ajo jam dakord me Arlindin, ai është më afër Silvinjos edhe ekipit kombëtar në të parë, në të ndjekur nga trajnerët, ndryshe është Arabia, ndryshe është luar në Turqi, dhe ai do atë që ka marrë në gjykimin tim deri tani, vendin titullar në kombëtarin ton. Ta mbaj. Se e ka fituar. Sidomos golin Serbi herë. Absolutisht. Me atë gol ai nuk e di se sa ndeshje do vazhdoj të luajë si titullar. Mirë, do të kalojmë nga analiza që kemi bërë për futbollistët Dardan dhe Kuqezin, por shqiptar sigurisht Vedat Muriqi mund ta quajmë shumë mirë një futbollist shqiptar, sepse ai i tillë është, madje mund të luante edhe për ekipin ndërkombëtar të futbollit, por që të gjithë e mbajnë mend. Jam i bindur për atë çka ka bërë tek skuadra e Besës dhe më pas tek Teuta. Do të flasim për futbollin spanjoll, sepse nga Muriqi do të shkojmë tek dy emra të cilët i kanë bërë gjëra të mirë ndër vite. Antoine Griezmann ka luajtur ndeshje numër 551. Shohim që Zubizarreta është lojtari me më shumë ndeshje në kampionatin spanjoll. Joaquin Sanchez, një lojtar vërtet mjaft interesant i Real Betisit dhe i Valencias për një periudhë të shkurtër. Raul Garcia është ndoshta futbollisti më i madh i kohëve moderne në Spanjë, në vendin e tretë me 609 ndeshje. Griezmann 551, pastaj Raul González, Eusebio Sacristan, Paco Bullo, janë këta lojtarët, janë 7 lojtarët që kanë luajtur më shumë në La Liga. Ndërkohë, Manuel Pellegrini është mes 5 trajnerëve më të rëndësishëm, mes 5 trajnerëve në historinë e futbollit në Spanjë, 545 ndeshje, 260 fitore, Villarreal, Real i Madridit, Betis, 3 skuadrat në Spanjë, ndërkohë që sigurisht ajo që ka bërë me Manchester City, kam përshtypjen, është edhe si qershia mbitor. Inxhinieri, jo vetëm prej epitetit që ai mund të ketë, pa ai ka një diplom, realisht, është i diplomuar për inxhinier elektrik, nuk jam shumë i sigurt, por një trajner i jashtëzakonshëm. Një trajner që unë prisja që karriera e tij të ishte më e madhe realisht se sa këto ekipet. Mendoja që vajte ke Manchester City do ishte një bonus shumë i madh për të dhe një rritje akoma më shumë, do jetë gjithmonë në ajkën e ekipeve të mëdha. Nuk e di pse nuk eci aq shumë, domethënë, por një trajner shumë i lezetshëm, një trajner shumë i mirë, një trajner i lavdëruar në mas nga ish lojtarët e tij, si një baba, si një person që mund të flisë edhe jashtë. Një marrëdhënie shumë e afërt me lojtarët. Dhe lojtarët e kanë dashur të gjithë pa përjashtim. Dhe një trajner shumë i mirë, një trajner shumë i veçantë. Një Ancelot amerikano-jugor. Po, sepse kur flitet për marrëdhënien shumë interesante ka historinë.
profesori. Okej, që 33-34 vjeç i dha një skuadër, Universitet Katolik diçka në Kili, më pas bëri kapërcimin në Argentinë dhe nga Argentina në Spanjë me San Lorenzo, River Plate. Të emra të mëdhenj. Po, dhe ka absolutisht. fituar titull, kupa. Dhe ardhi në Spanjë më pas me Villarrealin. Aty mori Me nëndetësen. Në ndesë E e verdh. Po. titullin në E ndesja nisi e nga verdh. poshtë. Dhe do vijon të dhe aty, po bëri Florentino Perez, po, një ofertë. Edhe pastaj Kush bleu mund ta Kaká, refuzoj? Ronaldo, Xhavin, Xabi Alonso. që kërkojmë tani Po. neve. Dhe i thanë bëj këtë ekipin. Atë vit mori 96 pikë. 96 pikë, më shumë se çdo herë kishte marrë Reali, e ka thyer Mourinho Po. rekordin vitin tjetër. Por Barca mori 99 pikë dhe u shpall kampione. Dhe çfarë bëri ky? Ka shënuar 115 gola, pra ishte makinë golash, 3 gola për ndeshje Reali atë vit. Por Dhe prap nuk mjaftuan që ta mbanin, ta konfirmonin. Jo, sepse fatkeqësia e tij në thonjza, në mos e kam gabim, ka qenë eliminimi në 6 Lyon. meçe nga Olimpiku Lyonit. Lioni. Ti e Ai di, Lioni që fitonte vit pas viti pastaj me Juninhon, me Benzeman. ti e di si është Florentino Perez. I ke herët nga Champions League, ati nuk intereson. Edhe Lioni u bë disa vite radhë. Kishte dhënë një ultimatum një moment që merr kampionatin. Bën çmos ato 12 Po. fiton një 10 ndeshje në 12 fundit e Real, por Barca e mor me 3 pikë. Edhe aty praktikisht Po Florentino hoqi Jupp Heynckes-in, që e fitoi Champions-in në vitin. mbas 38 vjetësh. Po, dhe pastaj e hoqi. S'ka ke Reali. Po atëherë filloi koka. Ndërsa te Manchesteri nuk e filloi mirë, Te City. Po. te City, po e vërtet City, çfarë them. Kemi në famojë mbrapa. Te City nuk e filloi mirë, po në fund u shpall kampion. Dhe vërtet. këto e hoqën sërish sheikët që e kishin marrë atë moment, okay. Bëri disa ndeshje dopta në Champions dhe hoqën për një vit e 3 muaj, po u shpall kampion. Titullin e parë City e fitoi me Pellegrinin. Jo, titullin e Apo parë ka fituar fitoi me Mancinin. Mancinin. Por largimi 2013. largimi i inxhinierit sipas meje është sepse u liru dhe më i miri i botës. E ndoshta, fix. ndoshta. U, Po, li, ishte dhe atë u, normal. u liru dhe Pep Guardiola nuk firmosi më edhe Kish prangosur jo aty, ë? për ne po. S'donte. Jo, prangosur se besoj, po Dhimbje, 13-16. jo, shiko, për mua në termat e rezultateve, U shpall kampion Gjermania. ai e mori skuadrën ta tillë, domethënë. Ai mjafton të kishte bërë, si thua, të vazhdonte aty ku e la Jupp Heynckes me UEFA Champions League, sepse besoj uli për atë e mori, po. Megjithatë kjo i përket kaluarës tashmë. U mendoj që po të kishin mundësi, jo vetëm tifozët dhe drejtuesat dhe sa e donin drejtuesat dhe Bayernit, atë e kishin kthy me sekonda. Jam shumë dakord, po drejtuesit nëse e donin, mund t'i linin dorë të lirë në ndërtimin e skuadrës. Po flasim për Bayernin Muniu që Po, nuk pikërisht. Tani financat janë gjë tjetër, dashuria për E trajnerin është kuptoj. gjë tjetër. Kam Duhet- lexuar Duhet pak të ndërthuren të dyja bashkë, se ndryshe Kam lexuar pak ditë më përpara një deklaratë të Patrice Evras, i cili thoshte po, Pep Guardiola është trajneri më i mirë në botë, por ai e ka vrarë futbollin, sepse tani të gjithë duan të luajnë tiki-taka, por tiki-taka në bën vetëm Pep Guardiola, por ne shohim që nga akademitë, që trajnerët ju thon fëmijëve, mos ik vetëm, mos driblo, duhet ta pasosh topin, duhet ta marrësh ta japësh, ta marrësh ta japësh. Në këtë të këndvështrim unë jam totalisht dakord me Patrice Evra. Sepse aq më tepër në moshat e reja ti nuk dallosh, nuk mund të bësh vetëm pasime një dysh dalësh me mur. Tiki-taka le të themi se atëherë, çfarë është tiki-taka? Tiki-taka në gjykimin tim janë pasimet e shkurtra dhe të shpejta se qarkullimi perfekt i topit në zonat e ngushta. Një dysh Dhe dalë këtë me bën mur. vetëm Barcelona e Guardiolës. Barcelona ti ka qenë skuadra më e mirë e botës, çka un kam pa, ti e di që un jam i bavarez i çmendur. Por ti i heq fëmijëve, i heq grup moshave, i heq vizionin, i heq 10-shin. Domethënë Guardiola ka hequr 10-shin. Domethënë ka hequr një Mesut Ozil, një Zizou, një këta lojtar prallor, ka hequr në thonjza ëndrrën e një fëmie për të rritur me numrin 10 mas shpine. Pa edhe që Dërsul Musin e hoqi, 9-ën e hoqi. Besoj nënta Ja jo. hoqi. Nënta jo. E hoqi Ibrahimovic. Luti E ton përpara, Jo, e tonë çoj Diatas, pastaj e Majtas, si që të hapte vend për mesin. por mase do flasim Nënç. shiko, Pra zhduku dhe 10-shën dhe 9-shën. nënç
pyk, jo nënç sulmus, se ka ndryshim të madh nënçi pyk nga nënçi sulmus. Qendër sulmus atëherë, pyka pas me qendër Sepse sulmus. unë mendoj që një, mas se do kemi rastin të flasim më vonë, një si Harry Kane, Pep Guardiola zë ishte kurrë. Dhe ke edhe me Robert Lewandowski e ka provuar, por mas neshjes me Wolfsburgun Tottenham më shumë mirë, ai vuri duart në kokë, domethënë ka sulmus pyka, ka dhe sulmus nonça. Domethënë unë nuk detyrimisht nuk e fus nonçin pyk. Tipi Torre Andre Flo ose ishin Luka Toni, këta ishin pyka, nuk ishin sulmusa. Pas edhe Janker, pra, ose tipi Janker. Sa talent. Ato doli dilin kampion juve. Shiko, ti përmend Carsten Janker, po ti nuk përmend Giovanni Elber. E mira që në Elber. Ti përmend me këtë me Janker doli dilin kampion, Camp Nou jo në Fernando. Shiko, ne kishim 4 sulmos. Jo, ne donim dilnim me Fembergun, me Mateusin, me Baslerin do të dilnim. 4. Ne do të dilnim me këta 3 që thashun, jo me Jankerin. Janker ka qenë një sulmus. Edhe Mateus. Mateus, Basler e Femberg. Janker ka qenë një sulmus i 10 minutave të fundit. Edhe ka vjen nga handballi sa për djeni. Carsten Janker, nuk e di. Nga handball. Nuk e di. Mas Neuer. Po, mas Neuer. Ndërkohë Griezmann, një ndër 3 lojtarët me më shumë ndeshje në La Liga. 3-4-5 vitet e fundit, le të them që nga 18-ta, që para 8 vitesh kur shpallën kampion, i sakrifikuar tek skuadra. Njëri që winger, njëri që ndërsulmus, më pas Riesh, më pas i tërhequr bashkë me Pogba. Tani në stol, po edhe kur futet nga stoli, prapë është një gjendje që të shënoj. Ai ka dhe një fat keq, nëse do të quajmë kështu, s'ka fituar as i kampionat spanjoll. Shkoi tek Barcelona për ta fituar. Ai bën gjithmonë lëvizjen e gabuar. Ai shkoi ke Atletico e fitoi Barcelona, shkoi ke Barcelona e fitoi Atletico, u kthye prapë te Atletico e fitoi prapë Barcelona. Është e çuditshme dhe është një fatkeqësi. Nuk e gjen korsinë e shpejtësisë asnjëherë. Ai është me 0 Ibrahimovic, Champions League. Po fix. Ai ka 11 vjet, nëse nuk e kam gabim, që luan në Spanjë dhe ai nuk ka fituar as kampionat. Më tepër. Po paktën 11 vjet që kujtohet mua. Me Madridin ka 10-11 vjet, po ka filluar tek Real Sociedad. Po paktën okay, me Atletikon që unë më mend shumë mirë, ka mbi 11 vjet që luan në Spanjë dhe ai nuk e fituar asnjë kampionat, sepse ai bën vetëm lëvizjen e gabuar. Shkon tek ekipi që nga 2009-ta, Sociedad, 2014-ën Atletico. 2014-ën, okay, që i bie 11 vjet. Ky kisha mirë, mbaja më të mirë me Atletikon. Dhe ka 2 Champions Liga, 2 finale të humbura. Një ndërto ka humbur penalltin me Real Madridin në 2016 në San Siro. I ka ecur me Francën, por si lojtar, domethënë ai është një lojtar polivalent, një lojtar që siç po flisnin për Muçin, një nivel më të ulët kuptohet, por ai i jep është një luks i madh për trajnerin, për mënyrën e skemës, ai mund të luajë kudo. Sa i përket pjesës sulmuese. Vetëm portier se kemi parë. Se ka përshtypjen edhe liberon siç e bëri Mateus dikur në fund të karrierës, mund ta bëj. Për mënyrën si e sheh futbollin, si e kontrollon. Ai ne të dy kemi edhe një gjë pak fatkeq e kemi ne kundër Griezmannit që në 2016 me Bayernin ka bëj der golin domethënë dhe na eliminoi. Po Simeone me Ancelotin atëherë. Po vetëm Villarreal si ka eliminuar. Na eliminoi. Edhe Villarreal me Nicolas Jackson. Dakor, që ishte edhe Guardiola. Okay. Njëherë Barca, njëherë Real, njëherë Atletico. Na mbytë Po 3 sezonë ndeti ai. Po 3 vende anë ka tjetër. Ne kemi pasur deri diku italian të keq, po atyre u morëm dorën dhe na filluan spanjollët pastaj. Ndërkohë do të shkojmë në Angli në këto momente sepse duket Manchester United ka gjetur njeriu në dur për të kthyer tek jo vetëm rezultate pozitive, por pse jo edhe për të krijuar një cikël. Madje edhe një skeptik si Roy Keane, i cili e ka të vështirë të nxjerr fjalët e mira për të tjerët, ka provuar dhe vetë bëj trajnerin, por nuk i ka ecur. Në fillim tha për Carrick që, okay, dakor, po ecën mirë, po nuk është njeriu i dur. Pastaj 2 ditë më pas dha një opinion krejt tjetër. Dhe e shohim që kur e ka marrë Carrick, ka 4 fitore radhazi, ndërkohë që në fundjavë Bruno Fernandes dha kontributin e tij për golin e 200 dhe është lojtari i dytë që e arrin këtë më shpejt, 314 ndeshje për 200 gola dhe asist në historinë e Manchester United. Më mirë ka bërë vetëm Wayne Rooney, por dihet se çfarë ishte fëmia gjeni që erdhi nga Evertoni. Pastaj Cristiano Ronaldo 339 ndeshje, 393 David Beckham dhe Ryan Giggs 424.
Jo keqë. Prandaj keni vendosur me këtë Po, mbrapa. fix, po. Kjo është pjesa e Arlindit, domethënë. Presim 4 viteor të Arredimin, United. po. Disa rrisi vlogët në presim 4 viteor për ta hapur podcastin. Sepse po shikoj Arlindin thash a ka përqetur si ai tifozi çmendur i Manchesterit që Dajte se hapi podcastin, tani u kujtova, unë donim 4 viteor radha. Manchester United ka bërë një ecuri këtë muajin e fundit, le të themi, sepse po ti marrësh 4 nesh janë pothuajse një muaj. Më shumë se sa Michael Carrick, që po bën jashtëzakonisht mirë, Arlindi e di me siguri, është Steve Holland. Zëvendës trajneri i Manchester United që ka qenë zëvendësi Gareth Southgate. Kudo ku ka qenë është jashtëzakonisht shumë i mirë. Unë e mbaj mend shumë mirë edhe ke Anglia, domethënë e shifja të përfshirë me lojtarë dhe unë besoj që Stephen Holland, ndryshe Steve Holland, është një në thonë një pasuri për Manchesterin në këto momente dhe besoj që ai është ndihma më e madhe që Michael Carrick, ndihma që ka ai në krah, domethënë mënyra e shoh shumë të përfshirë, kam ndjekur disa gazeta angleze nga Sani, nga shumë tjera që është shumë i përfshirë. Chelsea asistent 2011, 2015, 2017. Asistent tek 21 vjeçarët e Anglisë. Pastaj përsëri trajner me Southgate. Trajneri komanduar tek Chelsea në vitin 2015, 2017, 2024 asistent tek Anglia. Një sezon tek Yokohama Marinos në kampionatin anglez, në kampionatin japonez ka provuar të jetë vetë trajner dhe pastaj në vitin 2026 asistent tek Manchester United. Ndonjëherë këto ekipet mu bëhet shumë qefi për Michael Carrick, ka qenë një lojtar që unë e pëlqeja shumë. Këto ekipet e mëdha, ndjes nga Tottenham duket e morë, po. Këto ekipet e mëdha ndonjëherë kanë më shumë nevojë për një menaxher sesa për një trajner. Sepse aty presioni është shumë i madh dhe Carrick, mos harrojmë që ka mundur ekipe shumë të forta. Ndeshjen e parë ka rrafur Manchester City, ndeshjen e dytë ka rrafur Arsenalin, Fulhamin minutë fundit ku nderoi Benjamin Sheshko me një super gol dhe ndeshja fundit me Tottenhamin që ndikoi dhe kartoni kuq për vërtetës të Romeros. Është pjesë e lojës. Pa diskutim, por shpresoj shumë për Manchesterin, për historinë që Manchesteri ka, për ekipin që Manchesteri ka dhe për gjithë tifozët e Manchesterit, që sepse i duhet jo vetëm Anglisë, por i duhet dhe botës. Një Manchester i fortë është absolutisht. Champions League bëhet shumë interesante. West Ham United 5-5 apo? Po flisim për pandits, opinionistët. Roy Keane, Gary Neville, Carragher, janë aty për të ndezur publikun. Për like and shares. Kontrovers, kundërthënës. Ndiz, hit diçka, po nuk mund të them që kanë një opinion të mirë fillt për futbollin. Janë emra të mëdhenj të United. Van Dijk nuk i ka me sy të mirë këta. Fare. Domethënë që çfarë janë këta që pra flasin ato thjesht kundërthënës, u intereson Sky Sportsit, u intereson BBC-s, dikush që ka një emër, do hedhin një temë, do hidhen tjerë, do fillojnë komentojnë gjëra. Kjo sa përket pandits, opinionistëve, analistëve, siç quhen. Mos janë as analist, opinionistë. Dhe janë shumë kontrovers. Nga java në javë ndrojnë mendim. Domethënë, nuk kanë një mendim të tyre dhe një javë bëjnë mirë e lavdërojnë, një javë tjetër bën keq e shajnë. Domethënë për të marrë shumë. Carrick është herët, shumë herët, dhe unë jam bindur që do duhet të shohë United, sido që dali me Carrick. Pra mendon që duhet t'i japi një... Po ka provuar gjitha, ka provuar. Mori Moyes, mori Solskjaer, mori emra të mëdhenj, kam bërë çdo lloj eksperimenti. Ralf Rangnick. Po. Çdo lloj eksperimenti. Ati nuk i besuan, e çuditshme. Tani vetëm një trajner nga Shqipëria se kam provuar, po jemi 3 gjigotë. Seriozisht, pa fyer askënd, por Didier Deschamps ikën pas botrorit. Kështu që pikpyetje do jetë. Ka qenë dikur më duket pjesë e juaja. Apo ka qenë tek Chelsea Didier Deschamps? Ka qenë tek Chelsea. As Chelsea, kur iku Mourinho në 2003 që u shpall me Porton, do merrnin 2004, do merrte Chelsea o Didier Deschamps. Jo them lojtar. Jo, Deschamps ja asnjëherë. Ke Chelsea. Ka qenë tek Chelsea. Chelsea po. Tek Chelsea po. Por e kisha për lojtar. Edhe do them më herët, do duhet shohin puna është kanë vënë mend apo jo menaxhimi United. Dhe thjesht Carrick paktën këto 4 ndeshje shohim edhe nesër, ka vendosur lojtarët atje ku e kanë pozicionin e tyre. Kobe Mainoo me të gjitha. Rifuti Kobe Mainoo në lojë, i cili kishte heq Amorim, ndaj them unë është çështja e menaxhimit. Nuk e dinin që Amorim lunte me 5, me 3. 3. Se dinin, e dinin që ishte nuk tërhiqej,
kishe idetë e veta, pse e morën? Paguan dhe lek. I dhanë dhe lek që tiki. I dhanë dhe lek që tiki. Më kujton pak Nagelsmani me ne. Paguam lek, e morëm, i dham lek, e hoqëm. Dhe pastaj hoqëm se nuk na u përgjigj në telefon. Okej. Ishim për të boski. Daj them dobët menaxhimi i United, shpresoj këtë zonë ke mësuar. Bruno Fernandes, një lojtar i cili në këtë moment 314 ndeshje, 200 gola. Një lojtar mbase, por lojtari më i mirë ose më në formë i Manchester United, një lojtar që realisht për klubin e Manchesterit ka dhënë shumë. Edhe jo më kot kjo shifër që në 314 ndeshje mas Wayne Rooney është lojtari i dytë për përfshirje në numrin e këtyre 200 golave. Edhe me Manchester United. Lojtar shumë i mirë, lojtar që ka qenë ai që ka marrë përdore këtë Manchester, qofse mund përdorë. Më i suksesshëm nga 2013 apo nga 2013. Kur shpall për fundit herë kampion, ky është më i suksesshëm, edhe bler me suksesme dhe lojtari më i mirë. Dhe që vazhdon qëndron aty. Mirë, do të largohemi nga Manchester United, por do të mbetemi në Manchester, sepse Erling Haaland, siç i thonë në Norvegji, Haaland, siç i thonë në Europë, tashmë ka vetëm 2 stadiume ku nuk ka realizuar. Dhe do t'i shohim në këto moment 2 bashkë. Nuk ka shënuar në stadiumin e ri të Evertonit dhe nuk ka shënuar në Stadium of Light aty ku luan Granit Xhaka, ndërkohë që një ish lojtar i Manchesterit, por një realitet tashmë dhe një lider tek Chelsea, është i vetmi në historinë e Premier Ligës që ka shënuar 3 herë nga 3 gola në pjesën e parë. Ka realizuar në edicionin 2023-2024 në pjesën e parë 3 gola ndaj Evertonit, ka realizuar gjithashtu ndaj Wolves në këtë sezon dhe ndërkohë është Brighton and Hove? Brighton. Cole Palmer, ta nisim nga Cole Palmer, lojtar shumë i mirë, është një nga gabimet që Manchester City ka bë. Edhe pse për moshën që kishte ushqit relativisht mirë, domethënë sepse po kishte ku ta aktivizonte aq shumë mercato sa bëjnë dhe kampion sa marrin. Hapësirat nuk ishin shumë të mëdha për Cole Palmer, por si Yildiz për shembull, që i nga Bayern, një nga gabimet që ne kemi bërë, një nga gabimet e shumë takote fundit që ne kemi bë. Por të rrim ke Palmer, një lojtar shumë i mirë, besoj që Maresca i dha impulsin e dur, e vendosin vendin e dur, një lojtar dhe i polivari mund të luajë në disa role, në krahun e djathtë, në krahun e majt, 10 edhe mund të bëjë dhe sulmuesin dhe ka pas një histori shumë të mirë, një lojtar që për mendimin tim do ketë akoma më shumë rritje dhe është një luks i madh për anglezët. Haaland? Palmer. Më mirë Palmer, jo Haaland. Vërtet të gjevahir për Chelsea e për futbollin anglez. Unë kam bindje se do dita shfrytëzoj si duhet, ku duhet, kur duhet, Tuchel? Dhe pse duhet. Tuchel Botrori është përpara? Është në planet e tij, por kam bindje që ose do doja të lëvizte edhe nga Chelsea, pra një nga ato skuadra tek Manchesteri për shembull. Dhe vetëm aty. Po mund shkojë tek United? Po përfitet. Çunë United. A pse nga Akademia United ka dalë? Është tifoz. Dhe ka qenë pjesë e Cityt. Po sepse mas Fergusonit këta kanë pasur probleme të vogla. Mund të luajnë të dy në të njëjtin informacion Palmer Kane? Po Palmer Kane kanë luajtur, mund të luajnë. Palmer mund të luajë, thash, 10 mund të luajnë krah majt, krah djathtë. Dhe pse Anglia në pason për Kane-in ai? Shumë. Ka jep topin? Kane është muhabet tjetër. Kane është muhabet. Personi që rrezikon ke kombëtari anglezë që Tuchel e ka bot qartë edhe këto ditë e fundit është ylli i Real Madridit Jude Bellingham. Më ndihmoi Linda Rodgers se ka lojtari Aston Villës që i ka zënë vendin, po. Ai ka thënë që titullari im është Rodgers dhe jo Morgan Rodgers. Po. Sërish duan trener duan, okay. Nuk duan më virtuozë, të që flisin për Pellegrini. Pellegrini morin 2009-ën ai 7 lojtar nga 10 më të mirë që kishte bota dhe I tha, kjo janë Galacticos, mbë skuadër tani, mbë skuadër të mirë. Po duhet të jepte edhe 7 topa. Jo një top. Tuchel, nga ana tjetër thotë kjo është skuadra ime. Do vendos unë kur dua, si dua me kundërshtar X apo Y këtë. Dhe Bellingham sigurisht do rrezikojë dhe me sjelljen e tij. Tuchel janë primadona gjithë, janë shkolla Realit. Po e vërtet. Që heqin trajner. Tuchel është takticien I jashtëzakonshëm. Tuchel nëse përmirëson pak marrëdhëniet me lojtarin sepse është I çik. Nuk besoj se do të ndryshoj më. Sepse është I çik kryeneç. Ti thotë kështu si them unë, po ai njeriu më I pasur I Anglisë
që Erlindi e ka mik të vetin e do për United Tuhelin. Besoj e ke lexuar. Po, por takticient është takticient i jashtëzakonshëm. Të gjithë lojtarët që kanë punuar me këtë mënyrë si e lexon lojën dhe është personalisht mas Pepit e vetë të dytën për njëri në thonjza të sëmur për futbollin. Tani unë se kuptoj çfarë patët me Nagelsmannin, morët Tuhelin, e hoqët dhe Tuhelin, edhe ju jeni bërë si megjithëse Bayerni Football Club Hollywood shquetur me kohë. Katra hur me një kemi ndryshuar mbi 8-3-1 në 10 vitet e fundit. Derisa arritëm ke Vincent Kompany. Po fix. Merita e tij është që merr pak lek. Kjo është aty falin ke financat Gjermani kanë parë. Dhe do të shkojmë miq pikërisht tek Bayerni nga Tuheli nga Nagelsmanni, do të shohim Harry Kane 22-11 metersha në historinë e Bayernit, në këto vite që luan tek Bayerni, në vitin e 3 22-11 metersha të kthyer në gol, ka shënuar 100 gola me penalti në karrierën e tij për Tottenham, për Bayernin dhe për Anglinë. 86% mos gaboj ka qenë i saktë në konvertim, ndërkohë që Luis Diaz realizoi 3 golshin e parë në historinë e tij të shkurtër, në kaq pak javë, 21 javë në Bundesliga. Për sa i përket bomberit anglez, momentalisht nuk e them me tifozlik dhe mundohem të jem pak i ftohtë, është do besoj. Sepse na përputhen interesat. Por momentalisht është sulmuesi më i fortë në botë. Edhe e them realisht pa tifozlik një lojtar që nuk është vetëm sulmues. Tek biseda që patëm para 2-3 minutash, që jo po flasim për sulmuesat në midfield, pyega një lojtar që më shumë e shef në mbrojtjen tonë se sa mes fushor. Domethënë një Harry Kane që sakrifikohet, vjen nga maja e sulmit të mbroj bashkë me mbrojtësat, më shumë se sa disa mes fushor aty ose disa vinger atjer, është të jepi kënaqësi të madhe ta shohësh si sakrifikon për skuadrën. Erlindi se ka parë duket golin e Diazit në fundin e pjesës së parë. Jo di që i mungon shumë Liverpoolit, edhe keni bërë një vjedhje. Edhe United kanë përshtypjen. Diazi. Po. Do kalojmë një vjedhje. Po. Kemi bërë vjedhje? Si e blem 75 milionë euro dhe kemi bërë vjedhje? E kemi bërë vjedhje. Vjedhje. Wow. Po, vjedhje dakord me Erlindin. 150? Kemi bërë vjedhje. Duke parë çmimet lart e poshtë. I dham Virtsin pra? Gjermanin më të talentuar. Okej. Edhe ai do e marrë veten aty pa diskutim, por jam shumë dakord me Erlindin, kemi bërë një vjedhje. Domethënë, dhe duket forma e Liverpoolit. Po, fix. Duket forma e Liverpoolit. Megjithatë prit se Liverpooli ka futur shumë lojtarë të informacion këtë sezon, kështu që ata do duhet që të homogenizohen aty, të mësohen me futbollin me gjëra. Por nëse ti do kishe edhe Diazin në ekip, që atë krah kishte të bllokuar deri diku, domethënë Luis Diaz ka ngjason pak me Riberin që bën pak çamur mbrojtësat. Domethënë nuk ka një shinjesë shumë të mirë për numrin e golave që ka realizuar deri në karrierë paktën, por mbrojtësat i vënë në panik të vazhdimisht gjatë gjithë ndjesës. Sa majtas sa djatha. Sa majtas është një lojtar që ka mushkrikali, një lojtar që vrapon shumë, sakrifikon shumë, edhe dje vërtetoi, domethënë mori 2 penalti, boni 3 gola, domethënë mori notën 10 nga gjithë specialistët, nga gjithë faqet serioze sportive. Po goli i parë i Diazit ishte një aksion i nisur nga Harry Kane, nga mbrojtja. Nga mbrojtja. I kaloi gjithë, majtas zjatas, parin, dytin, tretin. Sa ishte rezultati? 2-1. Ishte 2-1 atë. Okej, ishte kthyer mbrojtje. Ishte kthyer mbrojtje. U kthye mori topin në mbrojtje. Prap, okej, super lojtar, po uroj mos jetë nga ato lojtar që ka plot historia, super lojtar që s'kan fituar një trofe të Mirfield. Mund të jetë Champions, atëherë a është ky viti i dur? A është ky Europianin e provoi 2 herë, po Kupën e Botës do ketë prap mundsi. Kupën e Botës edhe Champions League nga këto. Dhe ky shpresoj të jetë viti duhur për të dy ne, po ta bëj një tolerim të vogël këtu për sa i përket anglezëve. Nëse Bayern Munich fiton Champions League-ën, por një lojtar i tillë siç e ti nuk mund të dali pa to trofete të mëdhenj që t'ia bëj bam. Domethënë o Champions League ose botrori ose Europiani, sepse realisht është shpresoj ta ketë thyer mallkimin vjet, për sa i përket kampionatit, s'kishte as kampionat as kup, por një lojtar i tillë me numra të tillë, me gola të tillë, me çfarë i jep fushës, ta mbyllte pa trofe do ishte një kapriçot e futbollit. Kush është qendërsulmuesi italian në 21-shin? Immobile dhe Scamacca. Nga Lazio, Torino. Po. Luajti edhe te Beşiktashi, por ka shumë lojtarë të tillë. Kthye te Bologna dhe tani është te Paris FC. Është Ibrahimovic që ti e përmendën për Paris ka fituar Champions League. Është fenomeni nëse unë nuk e kam gabim që s'ka fituar kur Champions League. As Champions League. Po Ronaldo jo. Po asnjëherë, domethënë
Kjo është në fatkeqësitë e lojtarëve që ose ka shumë lojtarë të mëdhenj që ka pas dhe Juventusi që s'ka fituar kur Champions League. Detyrimisht. Atëre, do të qëndrojmë në Bundesliga sepse kemi dy lojtarë të cilët në modestinë e tyre dhe në skuadrat e tyre janë protagonistë. 50 ndeshje me ngjyrat e Dortmundit, Girassi 30 gola. Ndërkohë Denis Undav është gjermani që shënon më shumë nga java e 11, nga java e 10 pra. Ai ka luajtur 11 ndeshje dhe ka shënuar 10 gola. Në mungesë të Tim Kleindienst, ky është mund ta quajmë shpresa e Nagelsmann për botrorin? Mendoj që për sa i përket kombëtarës gjithmonë mendoj që rikthimi Kai Havertz është shumë pozitiv për Nagelsmannin dhe Nick Woltemade është gjithashtu edhe ai sulmuesi tjetër kryesor i Gjermanisë. Denis Undav është një lojtar që sa është thirrur për vërtetës ka bërë gjithmonë mirë dhe është një lojtar që mund t'i bëj punë Nagelsmannit, por nuk e shoh si lojtar titullar tek Gjermania. Kurse për sa i përket Girassi, mendoj që fatkeqësia e tij quhet Harry Kane. Sepse nëse nuk do ishte Harry Kane te Bayern Munich ose në Bundesliga, mendoj që është sulmuesi më i mirë në atë kampionat. Është një sulmues shumë i rrezikshëm, një sulmues që sakrifikohet për ekipin, një sulmues shumë i fortë, edhe në 1-1, edhe në numrin e golave, edhe në goditjet me kokë dhe i bën jashtëmarrëse punë Dortmundit edhe në mënyrë si është paraqitur. A ka të bëj Sebastian Hoeneß tek rilindja e Stuttgartit, sepse Girassi ishte tek Stuttgarti. Shkoi tek Dortmundi. Del Woltemade. Është aty edhe Undav. Një skuadër që luan për 4 vendet e para, se për titullin është pak e vështirë, po. Nipi, nëse do të quajmë kështu, po jo, se është djali i Dieterit. Është Nipi. Nga Portemade. Nga Portemade dhe për Nipin është folur që edhe ne shpresojmë që të na drejtojë ditë, pse jo? Ka bërë hapa galopant do i quaja, domethënë edhe pa diskutim që ka dorën kryesore në ringritjen e Stuttgartit dhe në individët që kanë performuar dhe jo vetëm cilësisht, por dhe nga ana ekonomike janë shitur lojtarë me vlera shumë të mëdha fal Nipit. Sidomos fal Nipit. Po, shiko, e kemi diskutuar duket edhe vjet. Ka kohë që nuk po prodhon një super sulmues Gjermania. Është e vërtet. Volte Messi. Okej, dakord. Ka luajtur me U21, shkojnë finale, po bën shumë mirë në vitin e parë te Newcastle, megjithëse ka qenë etiket të madhe sa i përket vlerës që u ble, po i super sulmues. Ka qenë i fundit. Miroslav Klose. Ai ka qenë sulmues, shiko, Miroslav Klose ka qenë një lojtar shumë i mirë. Po pra, një sulmues shumë i fortë. 14 dhe i fundit, po ai ka qenë speaker referimi besoj te 14 Jo, nuk ka qenë. Ishte në fundin e karrierës ai. Po, kulmin e patin 6. Po, siç e tha dhe Ermali, shpresa jonë janë ke Volte Messi. Epiteti që i kanë dhënë Nick Woltemades ka bërë një sezon të jashtëzakonshëm kur Bayern Munich arriti të hedhë një shifër diku ke mbi 65 milionë euro, 65-70 milionë euro, por kur hyn në lojë anglezët vijnë shifra stratosferike dhe nuk mund të konkurosh me anglezët, duhet t'i japim Cezarit që është Cezar. Edhe më në fund edhe Uli Hoeneß u bind, domethënë. Gjatë merkatos verës i quante drejtuesit e Stuttgartit, po themi shumë babzitur dhe madje në një intervistë atëherë tha që ata gjetën sa budallën në Angli që shpenzuan ai shumë para. Pastaj 2 javë më vonë doli e tha tani neve nuk mund të matemi me këto kompanitë shtetërore që kanë skuadra në Angli dhe në Francë. Kështu që nëse ne duam që të përballemi me tonë Europë, do duhet që të heqim atë rregullin 50+1. Kompanitë shtetërore nuk është se ka aty totë, okay, mund të jenë fondet, nëse po flet për fondet arabe. Po. Okay, është dhe rregulli i fair play-t, PFA diçka e tillë do të gjej tani. Por pra bilancet dorëzor nuk do të jenë me minus, ose 3-4-5 vjet e fundit, do të shes lojtarë gjerë. Të ardhurat janë më të mëdha, jo se futen lek. Sigurisht i jepen Guardiolës direkt pas derbit. Po, u ankua një javë më përpara. I blen Gein ta kenë, t'i japin 400 milion tjera tani për të ridëtuar skuadrën. Si tham, jam i mërzitur tha që pse nuk pse 6 skuadra të tjera ta kanë shpenzuar më shumë se ne. Besoj që Pepe mbyll këtë vit për mendimin tim. Pep largohet, kurse për sa i përket asaj që sapo the për Uli Hoeneß, edhe jo vetëm ai, por edhe Karl-Heinz Rummenigge tha të njëjtën gjë, por Nick Woltemade u tregua shumë i përulur dhe nuk e ktheu përgjigje, tha se cili ka mendimin e vet, por numrat që po bënte ke Newcastle dhe këto duke parë tregu në botë se çfarë po ndodh me vlerat e lojtarëve, ku një lojtar
s'po them i dobët, po mbi pak i dobët, pak nën mesatare kushton 30-40 milionë Po, euro. vërtet. Nik Voltemade është paraqitur shumë mirë dhe deri tani nuk po them që e ka arritur pak a shumë atë çmim, por është në rrugën e duhur. Se ka arrit apo jo, po nëse ka arrit, dikush e ka arrit ai krahasuar me Isak. Po, e vërtet. Ka bërë 3-4 fish më mirë se ai, ka Po, kushtuar absolutisht. 40-50% më Më pak pak, se ai. Më pak se ai ka bërë diku ka qenë 7 milion. Që 50 që 7 milion. Ka bërë shumë më mirë. Por, okay, është skuadra dhe e ka bërë të harrohet. Kjo është e bukura. Isakun, që ishte idhull atje, e ka bërë të harrohet. Po. Ndodhi vetëm timi tani, ndaj them që na e sakatohet Liverpoolin, dikush i shet në kalë, tuar, dikush i merr Luis Diaz, edhe çut Liverpoolin vend 6. Kemi marrë dhe Sadio Manen. Kjo ironia Arlin Më është përpara. shumë thumbuese në fakt. E sakatut një tifoz i Manchesterit që Po, nik fix, po, tamam. për Liverpoolin është. Po, bravo. Mirë, do të flasim pak edhe për kampionatin italian, sepse nuk mund të largohemi pa folur për Interin, pa folur për Lautaron. Një lojtar i cili ka shënuar 171 gola, është shënuesi i tretë më i mirë në historinë e zikalterëve, kapiteni i kësaj skuadre. Në këtë sezon ka 13 gola e 4 asist, mirë po ndërkohë është edhe Di Marco, që ka 10 asist dhe 5 gola. Janë këta liderët e skuadrës që drejtohet nga Kivu. Federico Di Marco, ose siç i quajnë tifozët e Interit, duke qenë se ne detyrimisht sepse jemi tifoz gjerman, Italinë e kemi shembull edhe për shumë gjëra dhe gjuhën e tyre kuptojmë shumë herë më mirë se gjuhët e tjera mbase. Ka një këmbë të artë. Domethënë Federico Di Marco, krosat, mënyra si ka të fortë, të dur në kokë lojtarit, është një lojtar që është zvendësohesh nga Inzaghi mas minutës 60 që nuk ka rendiment fizik e tjera, por ndryshe me Chivun ka ecur shumë herë më mirë. Interi për mua, me thonë të drejtë, nuk e prisja kaq mirë, sepse jo përveç faktin e ekipit që kishte edhe një vit më të plakur që nga Cherbi, nga Akan Çalhanoğlu, Stefan De Vrij, nga portieri Zomer e gjitha, por mbi gjitha kanë pasur dyshim për Christian Chivu. Sepse të drejtosh Interi nuk është si njësoj të drejtosh Parmën. E vërtet. Dhe aq më tepër që ti do luftosh në tre fronte. Edhe për sa kohë drejtoi Parmën, se dakor, ke shkuar 2-3 vite tek Parma, është më ndryshe. Nëse nuk e kam gabim. Një fazë dhe ka bërë një paraqitje shumë të mirë, jashtë mase të mirë, por edhe ai, domethënë në kampionatin italian unë prisja shumë nga Napoli. Nga Napoli prisja shumë herë më shumë sepse blen disa lojtarë të tjerë. Milani që nuk ka Europën, pra që e ka mesjavën të tërë në dispozicion për të shlodhur, rigjeneruar, përgatitur dhe për të kthyer në fundjavë. Jo vetëm mesjavën, por Milani po lun një herë në 2 javë. Edhe kjo që ndodhi me lojrat olimpike në kortinë Itali, u shty akoma dhe një javë më shumë për sa i përket ndeshjes me Pizën. Është një luks i madh të luash sikur dhe një javë kur Interi strapacohet luan 3 herë në javë apo ekipet e tjera. Besoj se do jetë aty deri në fund. Ka një trajner mjeshtër, një trajner ekspert për Serie A, që nuk hyn në gustot e mia mënyra e tij e futbollit dhe të luajturit futboll, por atë kampionat së bashku me Conten e njeh si shumë pak të tjerë. Absolutisht. Por Interi ka bërë 2-13 fitore rresht, nuk e kam iden tamam dhe ka marrë 39 pikë nëse ka bëj rresht. Dhe kjo po bën një ecuri fantastike dhe me këtë ecuri besoj që mase nuk zgjahet shumë kampionati italian. Arlin? Lautaro mund të bëjnë mirë në Angli për shembull? Tepër bombe se tani. Tepër bombe se Lautaro nuk e di nëse do ketë interes, ndoshta skuadrat e 10-2 ndoshta mund të kenë interes, por po shija mbrëm Interi pandalshëm, duket si makinë. Pikpyetja është për Conten me ka dhe s'ka pikpyetje, se dim se një ndeshje në javë ka. Por një ndeshje në javë e nxirtet të paktën. Nisë edhe këtë javë sikur ja hodhi me në fundit. Po shifja Juve ndje. Me Lazio. Kisha kohë pa parë, kështu 90 minutë Juve Lazio derbi, nëse mund të quhet derbi. Po Spalletti u ankua për gjykimin në përfundim të ndeshjes. U duk shumë me ritëm, merësisht me ritëm Juve, ndeshje komplet ritëm dhe kisha kohë pa parë ndeshje italiane me ritëm nga dyja, një portë e porta tjetër, sikur kanë humbur pak nga taktika që kanë patur shkollë shkollore. Pak të ndjek shumë u duk, shumë ritëm, shumë vrap. Sepse të dy trajnerët janë trajnerë që luajnë futboll.
Spalletti dhe Sarri. Spalletti dhe Sarri janë trajnerë. Pak gjë italiane dje. Trajnerë që të dy luajnë shumë mirë futboll. Unë personalisht nuk e diskutoja fitoren e Juventusit para neshjes, sepse Lazio, edhe prej Mercatos, edhe prej lojtarëve që kanë dispozicion, më zhdukur një ekip i dobët. Deri diku në pritshmëritë që Lazio ka, se s'mund të jetë Lazio në vend 8, vend 9 ato në Lazio duhet të luftojë të paktën për zonën e Europës. Për zonën e UEFA-s edhe pak më sipër. Por top 6. Dhe Lazio këtë vit ka qenë një skuadër relativisht e dobët me sa pritshmëri kanë pasur unë. Por Juventusin e vunin shumë në vështirësi, shkoi drejt 0-2. U mbyll pjesa pa 0-1 me një gabim të Locatellit, me një rekuperim topi, edhe unë e pash pak a shumë. Dhe por arriti minutë 96, Pierre Kalulu, lojtari i bler nga Milani, të shpëtoi, le të themi, ndeshjen, sepse ajo pika e Juventusit. Kishte filluar të zbrazë stadiumi. Seriozisht kishte filluar të zbrazë stadiumi, por që një ritëm i jashtëzakonshëm, Dhe Spalletti ka bërë mirë në kampionat. Absolutisht. Në kampionat vetëm një e ka kthyer skuadrën në vendin e 4. Për ta mbyllur me Serie A, do dua të themi dy fjalë për sigurisht për Kivun në vendin e parë. Nuk mund të rish pa folur, por për vendin e fundit të Europës në Serie A. Për Komon dhe për Cesc Fabregas. Cesc Fabregas po bën diçka të jashtëzakonshme për mënyrën se si luhet futbolli në Itali. Domethënë një trajner spanjoll dhe mbasi u rraf nga Milani 0-2, 0-3 nëse nuk e kam gabim. Tha që për ju rezultatistët tha jeni në rregull, tha, dhe mund të më shani sa doni, tha, po unë jam i trajner, tha, që mua më intereson loja sepse në mos të ndeshje do dalin disa ndeshje të tjera rradhësi. Dhe Como e Milani ka bëj paraqitje të jashtëzakonshme. Domethënë të mbyllësh Milani në port, Milani ka bë 2 gjute 2 gola. Dhe si tha për gazetarët, Arlin tha, unë nuk e di çfarë mund t'ju kërkoj lojtarëve tani, tha. Mbas kësaj ndeshje. Sa i përket Fabregasi është aty ku është, sepse ka marrë dhe siguri, është e tillë dhe skuadra që krijon një futboll, filloi prodho, tërhiq, po prodhoi të jetë Fabregas, le të themi, bënte këtë deklaratë ishte tek Barcelona apo te Arsenali, apo te Milani, apo te Juve. Mendoj që do të shkoj, do të vi koha besoj atje. Po qasja, përgjigja do jetë komplet ndryshe, do shohësh që ndryshnia është e madhe. Pritshmëritë atje do të jenë të tjera. Shkallët duhen ngjitur avash avash. Por që do të them ambienti është i duhur për Fabregasin. Shiko, shembulli për mos ta kaluar muhabetin prap tek ekipi që unë jam tifoz, po United. Po. Por të kujtoj që ne morëm një trajner që ran nga kategoria. Dhe ishte një guxim shumë i madh që të biesh nga kategoria pa nga kampionati nga Premier League dhe të bësh një të marrësh një trajner të bësh një veprim aq të madh është në shumë duke përfshirë tifozët unë mbase si jam askushi që mendonim po këta aja në vete të ke po marrin trajner, një trajner që ka rënë nga kategoria fundit. Por deri tani edhe ai duhet parë në ndeshjet me eliminim. Unë trajnerin personalisht e gjykoj në ndeshjet me eliminim. Nuk e gjykoj. Bayerni ti fillon për ta mbyllur shkurt mars prill. Dhe për te Fabregas, domethënë ai është në ambientin e duhur siç ti the, por kur shkoj ke Barcelona, ke Real, këto ekipet e mëdha do duket po shkallën gjiten avash avash. Kjo është e vërtet. Sigurisht që ne jemi këtu për ta parë se si do të jetë ecuria e karrierës së këtij lojtari i cili realisht në fushë ka bërë gjëra vërtet mjaft bukura dhe ka fituar shumë tek Barcelona dhe pastaj tek skuadra e Chelsea, se tek Arsenali nuk është se fitoi ndonjë. Fitoi debutimin që 16 vjeç. Me Arsene Wengerin. Disa herë në kampion radhazi. Shpresojmë që Arteta ta thyet mallkimin sepse unë e mbaj mend si në 2004 me të pathyeshmin me Silvian Viltor, Titi Henry, Ray Parler, me Edun ish drejtori i skuadrës, David Seaman, Tony Adams, që aty i lanë durët. Martin Keown. Dennis Irvin? Apo ka qenë tek ju? Ka qenë tek ju. Robert Pires. Po, Robert Pires, absolutisht. Do ta mbyllim me NBA-n, do ta mbyllim me Chicago Bulls, një skuadër që ashtu si Arsenali nuk dihet se kur do të fitojë më një titull kampion në NBA, por të paktën për po themi për 2 orë të mira ka kthyer edhe një herë atmosferën, spektaklin, emocionet, historinë që kjo skuadër ka patur, sepse është hequr nga qarkullimi për skuadrën e Chicago Bulls fanella me numrin 1, të cilën e ka mbajtur Derrick Rose në vitet 2008-2016, është një nga 5 fanellat që Chicago nuk i ka më në qarkullim, numri 1 i Derrick Rose,
është gjithashtu Xheris Lohan, numri 4, Rob Love, numri 10, sigurisht 23-shi i Jordanit dhe Scottie Pippen 33-shi. Ka njerëz në NBA, e ndjek NBA-n apo jo? E ndjek. Ka njerëz në NBA që thonë, nëse nuk do të ishte dëmtuar Derrick Rose, nuk do të kishte një epok Kobe Bryant. Arlindi tani po. Pianec. Me këto në qoftë, me këto në qësët, unë nuk di, se nuk jam një parashikuesi të armët, them kështu, po Kobe Bryant. Kobe kishte krypun kur doli ky 2008-ën erdhi ky dhe mori 2008-2009-ën Kobe, 2010-ën e mori Boston, po shumë i talentuar dhe Derrick Rose çon Chicagoje. Ndaj dhe e donin shumë dhe Chicago vinte pas 10 vitesh, 10 vitesh që s'kishte titull kampion. Jo vetëm s'kishte titull kampion, po s'ishte asnjëherë favorit. As contender. Fare contender. Kështu që i dash ashtu siç vazhdon edhe sot. Luajtën bukur. Shkoj me Tim Thibodeau kujtoj atëherë para 17-18 vitesh, risi. Por fatkeqësisht e curi shumë e mirë, por fatkeqësisht dëmtuar. Por u hoq fanella, super lojtar. Ka të tjerë që thonë që përpara Derrick Rose do duhet të ishte hequr nga qarkullimi fanella e Dennis Rodmanit, i cili ka fituar 3 tituj me Chicagon e madhe. Po pike dobët e imja, jemi rritur me Bullsat, por pike dobët e imja ato lojtarët hamej. Mos ka të bëjë çikjeta personale Rodman. Po, edhe kjo mund të jetë e vërtet. Pa ka më keq po gjej kështu. Seriozisht. Se po flasim për sport, në fund fare po flasim edhe kur jepte titujt, jepte unazat. Po, por ndonjëherë këto ekipet e mëdha e kanë një çik këtë pjesën e të sjellurit që duan të jetë një shembull. Për më tepër ai e katranosi fare se po flas shumë zhargon edhe me vizitat në Korenë e Veriut. Me Kim Jong-un. Është miku i diktatorit. Kjo po mund të jetë arsye, po jo pjesa tjetër tani. Por kjo që sapo the Ermal, kujtojmë Mesut Ozil që në thonjza u akuzua sepse ishte mik i presidentit Erdogan edhe Usyrgjynos madje. Jo në thonjza. Tamam, usyrgjynos, kështu që jo dhe tani është deputet në parlamentin turk. Deputet. Kështu që ndikojnë këto, duam apo s'duam ne këto ndikojnë. Edhe Rodman për sa i përket jetës jashtë tapetit nuk ishte ndonjë shembull i madh, por po flasim për ishin i jashtëzakonshëm, më pak i talentuar nga gjithë nga një familje shumë e varfër se quamte Dennis Rodman, ishte Derrick Rose. Po. Por besoj do të ishte edhe aty. Por shenjë shumë e mirë Chicago dhe duhet diçka Chicago tani. Nuk është fare aty ku duhet të ishte. Edhe këto evente ndoshta fillojnë mbledhin, rrisin pritshmëritë, media, kërkesa e kështu me radhë. Skuadrat e reja i zun vendin, në kohë të ndryshme, Golden State, Milwaukee, epoka e vërtet pra. Epoka Denver Nuggets, po. Oklahoma. Edhe Oklahoma priti gjatë domethënë për të fituar një titull, po New York Knicks dhe Chicago Bulls nuk Cleveland pastaj sigurisht harruam jo me dashje, po harruam LeBronin që kudo që vajti, Miami, Cleveland. Po periudhën e parë si kishte të mirë, se ishte eri atëherë 18. Po, dakor, po shkoi tek Miami, u kthye tek Cleveland, pastaj Lakers. Titullin prapë kështu me radhë. Po të kishte shkuar te Chicago mund të bënte ndonjë gjë të tillë. Shumë ndar ato lojtarë që edhe më jep të shpresë që do ringrihej Chicago. Më mungon të Chicago e madhe dhe ky ishte nga ato lojtarë, draft, ndër të parë draft atëherë Chicago 2008-ën dhe një sjellje fantastike në fushën e lojës, për një pjekuri që 21-22 vjeç, MVP në vitin e dytë All-Star, All-Star i rregull derisa ndodhi dëmtimi. Fatkeqësisht, po. Pjesë e jetës, fiks pjesë e basketbollit apo e sportit. Kemi ardhur në fund Ledio. Faleminderit për ftesën. Ti je me sy është gjithmonë një kënaqësi, por kisha një kërkesë nëse është e mundur. Patjetër. Që herës tjetër këtë flamurin mos ta kemë më mbrapa. Po sigurisht, po fitove Champions League. Nuk bëhet lla fare. Nga fan klubi, nga Gjerastin për të bërë pak publicitet, fan klubit të FC Bayern München Albania. Kur jemi ndër një fan klubet, bashkë edhe me disa të tjerë, më serioz, më të mirë dhe presim të organizojmë në një ndeshje shumë shpejt bashkë me anëtarët e fan klubit për parë Bayernin live. Public view po na mungojnë. Do duhet ta transmetosh këtë. Tek organizatorët. Do e bisedojmë edhe kur them public view, po flas për sheshet. Të hapura, pa diskutim.
në me ecurinë e skuadrës besoj se ne dhe jemi gati. Këta të Manchesterit nuk as na afrohen te kjo pjesa. Janë larg akoma, po. Jo shumë larg, po jam gjithmonë di kërshëri, pres ftesën. Nëse se kam një anglez aty, seriozisht. Patjetër. Kërkesa është bërë publike, Evi është duke ndjekur, kështu që Okej. President, na dëgjove besoj, kështu që mirë, nderuar miq, kemi ardhur në fundin e episodit parë për vitin 2026. Ishim me mikun ton Ledio Hysi, ku kemi folur për atë çka ka ndodhur me ritme të shpejta në këtë javë që ne kemi bërë kalimin nga studio me djegjen në studion fizike. Do të takohemi sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Ademit.